Ky emision mundësohet nga Podravka. Përshëndetje për të gjithë ju shikues të dashur të Klan Kosovës, mirë se po takohemi në një emision tjetër të Pasion e Profesion. Jemi në muajin e Republikës Çeke, pra keni parë javën e kaluar që kemi shfaqur një material në Çeki, tani është koha që ndjekim një material tjetër, për së pari dua të falenderoj shumë Podravkën, e cila mundson çdo realizimin e emisionit Pasion e Profesion. E ndjekim pra së bashku materialin e përgatitur në Çeki dhe pastaj rikthehemi në studio bashkë me Andin dhe me Florianin. Shikues të dashur, mirë se po takohemi përsëri nga qyteti i bukur i Pragës. E këtu jemi në qendër të këtij qyteti dhe jemi tek një nga skulpturat më ikonike të këtij qyteti. Pra jemi tek Franz Kafka, koka e Franz Kafkës, e cila sillet vazhdimisht kështu. Pra në qendrës sektore Kuadrio, afër stacionit të metros, në qendër të Pragës, ndodhet pra skulptura më ikonike e Pragës moderne. Skulptura është një kokë e madhe Franz Kafkës, 11 metra e lartë dhe peshon rreth 45 ton. Skulptura lëviz periodikisht gjatë ditës, zakonisht çdo orë. Në mbrëmje është ndriçuar bukur dhe pasqyron dritat e qytetit përreth. Është falas për t'u parë dhe shumë e fotografuar nga turistët. Gjithashtu, skulptura reflekton ndërthurjen midis njeriut dhe makinës, dualitetin e brendshëm të Kafkës, mes jetës publike dhe botës së tij të brendshme, dhe modernitetin në përplasjen me ekzistencializmin klasik të veprës së tij. Në një farë mënyre, Kafka duket sikur po mendon, ndërsa shtresat e qelikut rrotullohen, një metaforë për mendjen e tij komplekse dhe botën e tij absurde. Tani është koha që të vizitojmë një vend tjetër, kështu që qëndroni me ne dhe ndisni udhëtimin tonë në këtë qytet kaq të bukur dhe prallor të Pragës. Shikues të dashur, tashmë jemi tek muri i John Lennon, i cili është një ndër atraksionet këtu në qytetin e Pragës. Ky mur ndodhet përballë ambasadës së Francës dhe ky mur është i frymzuar nga John Lennon dhe citatet e tij për liri, dashuri dhe paqe. Në vitin 1890, kur u vra John Lennon, të rinj çek për shkak të pikëllimit erdhën këtu dhe shkruajtën citate të ndryshme nga John Lennon, të cilët ishin si gjithmonë për dashuri, liri dhe paqe, por gjithashtu ata shkruan vazhdimisht shkrime të ndryshme, ku policia vazhdimisht vinte dhe pastronte murin, por më pas ky mur u bë si një atraksion dhe u bë si simbol i paqes dhe i lirisë dhe gjithashtu edhe i dashurisë. Muri vazhdon të ndryshojë çdo ditë, njerëzit nga gjithë bota shtojnë piktura, citate nga këngët e Beatles dhe mesazhe personale. Është një nga atraksionet më të dashura turistike të Pragës.
dashur, unë jam duke shku tek një restorant shumë interesant që pronar ka një shqiptar. Restoranti quhet Shën Nikolla për shkak të kishës që ndodhet këtu afër. E unë kam u taku bashkë me Petrit Tomaj, i cili po na pret aty, për të biseduar më shumë rreth këtij restoranti dhe çfarë ushqime shërbejnë, por gjithashtu të dëgjojmë edhe historinë e tij të mrekullueshme, se si ka kaluar nëpër disa vende dhe tashmë është në Çeki. Përshëndetje zotri Petrit. Mirë, përshëndetje. Faleminderit shumë që na pritët sot. Faleminderit për ju që keni ardhur. Mirë se keni ardhur në Pragën. Faleminderit shumë që u gjatëm. Është vërtet kënaqësi e madhe që të kemi ty, të kemi marrë pak kohë, por besoj që do na falësh dhe do ndohesh i kënaqur pastaj pas intervistës. Jemi tek restoranti Shën Nikolla, po e them kështu shqip sepse në çekisht mund të na tregosh ndoshta ti më mirë. Po, më mirë tamam shqip, është Shën Nikolla. Çekisht i thonë Svati Mikulash, Saint Nicholas. E kemi hapur në 2019, një birari qeke. Zotri Petrit, si që tregova pak më herët, ka shëtitur nëpër disa vende dhe tashmë është në Çeki. E kemi zënë kështu në Çeki sepse pak më herët ka pasur udhëtimin për në Çeki nga Amerika. Mund të na tregosh ndoshta pak rreth vendlindjes Kosovës? I lindur amin Prizren, po nga Dolci, fshati Dolci nga afër Klinës, i rritur në Kroaci, i emigruar në Amerikë dhe përfunduar në Prag të Çekisë. Në Prag të Çekisë, po pse tërë ky udhëtim, tërë ky rrugtim? Sepse si ndodhi gjithçka, si kaluat në Kroaci, pastaj në Amerikë, tash pse zgjodhët Pragën? Po, fillimisht prej Dolcit ose prej Kosovës jem tërhequr në Kroaci, puna probleme familjare ose puna probleme me shtetin që e kim pas me koqit të fshatit. Pastaj për Amerikë normal, puna ekonomisë. Ekonomi. U ktheva në Kroaci ose në Evropë, pse nuk e përballova dot jetën e Amerikës. Po pse? Puna, jeta iku shpejt, pun, jetë fare, kështu që e vendosa që kthena në Evropë se ma mirë. Po pse pikërisht? Krejt. Kur përfundova kot në Prag, mas miqve të mi ju ndihmu pak në fillim kur kanë ardhur në Çeki dhe rash në dashuri me Pragën. Dashuri shikim të parë. Një qytet magjik, një qytet shumë i bukur. Pak i panjoftër për komunitetin shqiptar, sidomos të Kosovës, se na e kim pas Gjermaninë, Austrinë, Zvicrën. Dhe mbeta këtu, thash krustin në kumesim një vit i gjysmë 2 dhe pastaj po ikim prapë në Amerikë. Po ai viti prej 2000 u bën 25 vjet. Petrit, jemi edhe në këtë pjesë, po m'duket që ky restoranti ka disa pjesë të veçanta të ndara, kështu që secila ndoshta ka historinë e vet. Tani, ky pallati ose kjo shtëpia është të shekullit 13. Po. Edhe kjo është ajo që më ka tërheq kur e ke marrë këtë vend për me hap, për me provu me bë birari tradicionale çeke. Dhe kjo pjesë shembull këtu e kemi vendosur më ta i thonë qek tankovi pivo, ose bir tanku, cisterne. Njona i ka 500 litra dhe vinë me cisterna mushin. Duhet mu pi për disa ditë, për me të freskot. Është shumë birë cilësore. Ka shumë dallim me birat kanoqes ose të shishe që bëhen. Edhe kjo është një nga gjërat që më ka tërheq për me hap këtë lokal kur e kam vendosur me unë shumë këtë sfidë, këtë biznes. Po. Pasi që edhe na tregove që edhe në Kroaci e ke bërë punën e njëjtë, po besoj që nuk e pas sfida shumë mëdha në këtë rrugë. Ja. Pse secila punë ka sfidat e veta, po besoj që ke qenë edhe pak më shumë i mësuar. Jo, ajo konkret total në rrysh, kurse kjo ka diçka se
Zgjas vetë si me spjegu, ka ardhur diçka si spontane, dhe për me ka ndodhur spontane, se s'ma ka marrë mendja se do bëj diçka në moshën time, me mirë me kaq projekt madh, se o projekt shumë i madh ky kur e kim nis. Po gjëra spontane, gjëra të bukura në jetë. Por gjithashtu ka edhe një lokacion shumë të mirë, sepse për gjithë shikuesit kur të vini në Prag, tek ura e Karlit, pak më larg nxiteni dhe keni restorantin pra të Petritit, që mund të vini dhe të shijani pjata të mrekullueshme, pjata magjike, shumë të shijshme këto. Po kur o vendos mu bë birari, normal se ky o vend turistik. Vend 90% turista, shumë e njohur, edhe ja nis me këtë lloj bire me bë edhe me ushqime tradicionale çeke. Po. Gullashi, britën, birë, gullashi me birë, ku ta i thonë sviçkova, është si mish viçi me një salcë shumë ndryshe që prej nesh është tipike çeke, tipike ushqim për bira. Po. Dhe aty ja nisëm. Kim pas shumë probleme. Kim pas fillimi o konë si çdo fillim o konë shumë i dorshëm, se diçka e re, por shpejt e kim arrit. Jemi pra edhe të kjo pjesa poshtë e restorantit e cila është vërtet e veçantë. Ndoshta Petriti na tregon më shumë rreth kësaj pjese. Ani, këto janë podrumet se e kanë një histori shumë madhe të 1257-ës. Kur ja ka nis kjo shtëpi më ndërtu. Kjo derë është tu e shekullit 16. Do thotë e keni rujt. Akoma e kemi rujt, super është, shumë e bukur. Shumë e bukur. Shumë e veçantë. Edhe kjo pjesë, po më duket pak ma private. Kjo pak ma private, po. Këto e hapim kështu kur për si thonë këta për partije, për këto gjëra kur janë ma privat, kur vinë grupet pak ma të noja. Edhe sigurisht neve me na tregu ma shumë rreth restorantit dhe gjithë shikuesve të Pasione Profesione. Petrit, po a ki ndonjë këshill që i kishe jap të rinjve që dëshirojnë ndoshta me ndjek rrugtimin tënd edhe me hy këtyre rrugëve të gastronomisë? Po ku dëgjon për këshilla, sot s'ka këshilla sepse gjithkush e ka të vetën, sidomos ta trit. Është pasioni se e çon. Gastronomia është një pasion shumë i madh, është punë shumë e zorshme, po është një pasion se po e paten vetën e ki. Po se paten se ki, është shumë zor me majt dhe është po për trit shkoni në shkollë. Këshilla ma e mirë. Është edhe një pjesë lartë me disa murale që ishin shumë të bukura. Ndoshta me shku me i pa edhe ato dhe m'ju tregu edhe historinë mbrapa atyre muraleve shikuesve të Pasione Profesione. Okej. E tashme jemi në pjesën e fundit të këtij restoranti. Siç thash më herët janë të ndara në pjesë. Më thonë nëpër dhe ka shumë histori të ndryshme. E tash po shihni sa bukur, pra është lartë, çfarë murale të bukura ka. E kanë historinë shumë vjetër, drejt me thonë nuk e kam idenë sa të vjetër e kanë, se s'kam i aq fell, vetëm e di që o kanë në 50-ta, o kanë shitje e verave dhe restorant për vera, e ka hap një kroat nga ish Jugoslavia, edhe për atë punë thirret veni Makarska, kjo pjesë këtu, se o kanë nga Makarska, edhe e ka marrë deri në 90-ta vjet. O kanë në vendet më të famshme të Pragës, ku ishin ish komunistat dhe të shtetit çek, sepse parlamenti është u përballë.
atë punë e di se ma thellë nuk drejt me thonë nuk di. Veç shumë bukur që nuk keni tentuar dhe ta ndryshoni. Jo, fare. Është me të vërtet bukur. Ajo, bukuria e këtij vendit është se ky pallati është 700 vjetër dhe duhet mbajtur ashtu si çakon se ja. Po Petrit, ndoshta ka shqiptarë që shohin emisionin dhe dëshirojnë me ardhë, me vizitu këtë vend, që shifton gjithë ata që po e shohin emisionin pasin e profesionit? Po, do ndihen si mu kanë në vendet e veta, në vendet troje tona, më thonë Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, Malzi. Stafi është i tërë shqiptar, komplet shqiptar jenë. Gjuhën tonë e flasim tërë. Janë të mirë se të ardhëm. Pra mujnë me ardhë dhe me porosit shqip. Mujnë me ardhë me porosit shqip, s'ka nevoj me mendu fare. Do jetë kënaqësia jonë dhe besoj se do jenë të kënaqur shumë. Petrit, faleminderit shumë, ishte vërtet kënaqësi me të pas në këtë intervistë dhe faleminderit që keni ardhur. Faleminderit. Ndoqëm së bashku edhe materialin në qeki, e tani është koha që të regoj pak për ETC-n. Jam të këndi i ETC-s dhe po i përmendi gjithashtu dhe PNK pasta të cilat do i kemi sot një recet me to, disa pasta të PNK-s. Janë shumë të shishme dhe gjithashtu mundini me bo recetat të ndryshme me to, por edhe tek ETC-a mundini me gjithë produkte të ndryshme, me çmime të vëllitshme, por edhe produktet më të mira, sepse më të mira ti kemi edhe ne në studio. Përshëndetje Andi. Përshëndetje Ariana. Si kalove sot? Super. Kalzova dhe misionin kalon që unë më nëzis për 5 malë me gjiru këto, se po kajna kultura të reja që po vinë nga jashtë. Me Florianin, kena përshtatë shumë mirë, kemi folë edhe për receta ndryshme dhe për punë, shpo kalan atje, kështu që shumë mirë. Çka të ka bu përshtypje ma shumë të Floriani? Florianin më tregoj që u dalë pak i ri atje, po takon me post, po punoj edhe me bashkëvendas të me atje, qysh mati, kështu që mirë super. Kur është puna kështu të bashkëvendasit tim do të keni ma tepër një energji ndryshe dhe merr më më afër zemrës. Florian, përshëndetje. Përshëndetje. Si kalove? Mirë. Faleminderit shumë që je përsëri pjesë e emisionit Pasion në Profesion. S'ka përse, faleminderit sa për ju. Na tregove herën e kaluar, javën e kaluar që ki pas pak emocione, po besoj që këtë epizod du kanë hek, apo jo? Po, pak po. Pak po. Po e shoh që Floriani është ai i cili kam i përdor pastat e PNK. Florian, çfarë recete kemi përgatitur sot? Sot do ta bëj një recept carbonara. Po carbonara originale, pa pana. Asnjë gjë. Ajo është, domethënë, ingrediencat që vinë në carbonara janë vetëm kusht e ves, parmazan, pecorino, edhe panceta. Po këtu se kem pancetën e do ta bëjmë me përshut. Me përshut. Po. Rregull. Andi, po receta jote për sot, cila është? Unë kam vendosur me bërë risotto sot. Me bëni risotto me radicchio, sheg edhe djathë bërje. Mezi po flas me provu. E shkoj se do ashtu për derisa Andi dhe Floriani janë duke u bërgati. Po shkëputemi për një blok të marketingut, përcentroni me ne sepse do rikthehemi vetëm pas pak.
Shikues të dashur, u rikthyem nga bloku I parë I marketingut në studion e Pasion e Profesion. Tash është koha të shohim se çfarë po bën Floriani. Florian, po më duket pastat kanë një proces shumë të lehtë, edhe janë ndoshta më të lehta me thonë. Shumë janë të lehta, procesi I sajna deri te përfundimi, domethënë ujin duhet më kanë një val të blu. Edhe vetëm krypa. Po do ta kërkoj gjithmonë a është tamam I kryposur. Atëherë, kur do të jetë kështu vala, pasta do të futen, do të zihen. Maksimum deri në 7 minuta do të jenë al dente. Po gabimi më I madh I shumë kuzhinierave që e di që e bojnë pak herë kur e fusin shpagetat direkt në ujë. Po. Ato s'kan kur farshije më, nuk I shihen e pasta. Domethënë. Po cila është pasta që e bën ti më shumë ti më për qef? Ma për qef tagliatelle që I bëj vetë. Okej. Super. A ke ndonjë recetë kështu sekrete, a mundesh më na tregu për gjithë shikuesit e emisionit? Jo, recetat janë shumë të lehta. Domethënë aty të vijnë vezë, miell, ku shko pak qef patate, përzihen, bëhet brumi për pasta, atër ki mashina të speciale, po unë është edhe pundore mi bo. Ajo po besoj e ka edhe shihen më ndryshe, por edhe ajo është kënaqësia vet kur I bën vet. Ashtu është. Po a ke pasur ndonjë produkt që e ke bërë të famshëm ndoshta në çeki në restorantin e juaj që e keni nga Kosova? Po, mishin e kingjit, domethënë, pjek me në zgar. Tash pleskavica që bëp ato gjona, po I kom bë pak në mënyrë moderne. I kam ato gatimet edhe në faqet jem të internetit, janë me video. Gjitha. Po cila është faqja jote e internetit të gjitha ata shikuesit që dëshirojnë ndoshta me pa receta të reja, po besoj që aty edhe I shtjellon më mirë. Shef Flori. Shef Flori. Po. Për gjithë ju shikues dashur që dëshironi me mësu receta tjera përveç të këtyre në Pasion e Profesion, pra e keni edhe Florianin I cili ju tregon më shumë rreth recetave të tij. Është kënaqësi të pas këtu përsëri. Faleminderit. Andi? Edhe sot besoj do kemi recet me produktet e Zovade, apo jo? Si çdo epizod tjetër. E unë për ju të regoj të gjithë shikuesve, ju që s'keni kohë, që jeni shumë të angazhuar, I keni të gjitha produktet nga Zovade, të cilat janë të prodhuara në Katar, pra me teknologjinë më të lartë. Mundeni me përzgjedh produktin që ju e dëshironi dhe me I përgadit ato shpejt e shpejt. Andi kam na tregu më shumë. Pas pak. Kam na përgadit recetën. Andi, si po shkon procesi, tash çka kime përgadit? Po shoni sheg. Unë e komendos me bënë një risotto. Pak më ndryshe edhe për ata që nuk hajnë mishin. Vegetariane me radicjo, me sheg edhe me djatë brije. Është kua me e bo një qaj unë për veti, po mdoket. Po e marr një qaj Bronho nga Podravka, përderisa Andi dhe Floriani janë duke përgatitur gjatë procesit të tyre të punës, unë po e shërbej veten me një qaj. Gjithashtu I kemi të gjitha enët në Pasion e Profesion, janë nga Karaxha, të cilat janë në përdorim edhe nga Floriani edhe nga Andi, por edhe nga unë. Ky filxhan aq I bukur është një ndër setat më të bukura që I kam parë, të cilat I kemi nga Karaxha, gjithashtu janë këto. Florian, po na tregove ma herët për disa ushqime të cilat I ki bo edhe në çeki, të cilat I ki përgatit atje. Po
Si i kanë prit qekët atje, a ju kanë pëlqy? Po, shumë mirë. Shumë mirë. A kanë eksperimentu ata diçka, a kanë provu diçka tjetër, ndonjë ushqim tradicional të Kosovës, dhe si e presin ndoshta ushqimin tonë? Mirë, e presin mirë. I pëlqen ushqimi jonë, do me thonë pjekja e mishit, ekstrem mirë, ka njerë edhe pitët, edhe këto gjanat. Super. Po e shqiptarve, ushqimi tradicional qek? I pëlqen shumë. Ushqimi tradicional qeku shumë i mirë. Ajo ka punë shumë, do me thonë një ushqim që ndrejqet qek original, ka mas pakti 4 orë punë, do me thonë, dzimi, janë sosat shkëlqyshme. Do me thonë kretë që ka vinë vetëm piperime, prej barnishtëve, prej mishnave, lakë me lakën, shumë punojnë lakën kuqe, lakën bardhë, me ven kuqe, me birë, se birë është edhe njoftëm, si qekia për birë është e njoftëm shumë, me birë, pjekën e mishit e kanë perfekt, Nuk e dijave në ashme, ndoshta na surprizon edhe Floriani me ndonjë recet tradicionale, qeke, kështu në këtë studio. Mujna, ndoshta po, herën tjetër po. Cili është ndoshta ushqimi tradicional qek që e bën ti ma për qef? Ma për qef? Edhe pse ka puna të regove që dikuj ka 4 orë. Qekisht i bje Ken Lozelo Vepshovi, me përkthy shqip, knedlikat janë buk e zim, do me thonë bëhet pi brumit, me patate, zijen, nuj, si forme shpaget, njokit, si forme njokit, po janë matë mlaja ose si buk prejen. Zeli është lakna, që bëhet me qep, molla, si thirët bapuvilist, dafin, flet dafine, këmin, është një lloj bërnishte, kështu. Edhe kry biber venën e bardhë. Po, venën e bardhë, po që është opcionale, po besoj. Ajo do zijet maksimum deri në 2 orë e gjys, atër procesi i mishit që mu konë mishi i mirë, se kur të vjem mishteria me angër, jo me dollë si gumë. Dhe me thonë, ajo pjekët dhe në procedurë, temperaturë, të vogël 4 orë, bëhet marinimi mirë me birë, ose mund është me venë, kjo është për qef për shijet kuzhinierit. Pa, ka ndonjë pjajt të cilën e ki zbulute? Pjajt që e kom zbulu unë? Shumë produktet peshkut edhe të pastës që kom zbulu, dhe me thonë të mijat vetë. Edhe pak e marat formën të ushqimet tona tradicionale, që shenë që bapat e këto, kom qef pak njërë më stil ma evropiane, ma të njërë më do, që edhe mi pëlqy, edhe ka syni, edhe ka... Po ty personalisht cila nga kultura e ushqimore pëlqen më shumë? Se kam problem kuzhinë, dhe me thonë internacionale gjithët. Dështë me i shiu? Me shiu? Po. Për ty personalisht, kështu. Jo me i përgati, po... A ki diçka s'pëlqen ma shumë? Ushqimi qek është i mirë, unë pëlqen ushqimi qek. Ushqimi qek, perfekt. Dhe me thonë, ushqimin e kanë Shviqkova. Shviqkova është shqip biftek. Po ajo biftekja është i zimë, prapë në ato mënyrat qeke. Qeke. Po. Edhe ne kemi provu disa ushqime tradicionale qeke, cilat kanë qenë shumë të shishme dhe kanë qenë më ndryshe se që mësuna këto. Po besoj që edhe këto udhëtimet në përvendet të ndryshme të kanë ndihmu edhe ty shumë në shijen tënde, apo jo? Po. Cili ndoshta nga vendet që i ke vizitu deri tash ka qenë më i veçantë për ty? Ma i veçantë, do me thonë, ma korrekt, ma gjithë është Zvicra. Se atë janë produktet gjithmonë kvalitet edhe asë një kuzhinier nuk ka probleme ato me atë vend. Do me thonë, Zvicra e ka sistemin ekstrem të fort për kuzhinë, për çdo punëtor, çfarë do produkti, çfarë do sene ty të vynë, do me thonë i ki non-stop i gjatë. Po besoj, Florian, ti bën pjesë edhe aty në përzgjedhjen e stafit në restorant. Sa është e vështirë kjo pjesë? Për zgjedhjen e stafit,
Është mirë se çdo kuzhinier tash edhe Andi e din se kur punon në kuzhinë gjithmonë duhet me folë me menaxherin, me kamarierat, se çka ki në kuzhinë, çka ki nevojë. Kur ta bën ti një organizim të mirë, atë shkon gjithë puna lehtë. Një bashkëpunim i mirë do të jetë. Domethënë. Andi, pa ki punu ti tash shkove të fundit në ndonjë pjatë të re, personale të ndën, që ne ki kriju ti. Unë kam qef me kriju salata, jo. Kam qef me përzi shije salata, zakonisht i përzi me fruta shumë. Kam qef me bo matamla. Andi, do sjellë. Me produktet e Podravkës, këto afër, Të lutem. që nuk ka asnjë ushqim cilin e bën pa to, gjithashtu edhe vegetën e cila është me një paketim të ri, por është shija gjithmonë e njëjtë. Që Andi veç po e hap tash. Edhe zakonisht në të lotymja qitë pak. Pra, po ju tregoja shikuesve që shija nuk ka ndryshu as pak, edhe pse paketimi ka ndryshu, është bërë më modern, por shija mbetet gjithmonë e njëjtë, e vegetës. Edhe sa kohë tonë të një përfundim, Andi? Kësaja edhe nja 5 minuta ne jemi të gatshëm. Nja me servu. Okej. Se kemi zi nga fillimi. Mezi po pres me provu edhe pjatën tënde edhe të Florianit, e ne po shkëputemi për blokun e 2 të marketingut, që ndroni me ne sepse do rikthehemi vetëm pas pak. Përshëndetje për të gjithë shikuesit e emisionit Pasion e Profesion. Siç kemi lajmëruar që në çdo epizod të Pasionit kemi me sjell produktet e Zova Desa dhe kemi treguar se si është mënyra më e shpejtë për të bërë, edhe pse janë të mira. Sot kemi vendosur me bërë chicken shawarma. Kemi vendosur me bërë me pak patate edhe këpulla. U rikthyen pas bllokut të 2 të marketingut, e tani Floriani dhe Andi janë pothuajse gati. Florian, çu menaxhon stresin në kuzhinë? Është një sen e vërtet se unë s'kam stresish në kuzhinë. Hiç? Jo, me vërtet. E cilë është sekreti yt këto? S'di as çysh me ta kallëzu. S'kam stres, edhe kur të shoh që dikush do me bë stres, shkoj e qetësoj. Okej, po besoj që... Do me thonë kuzhina aty duhet kesh kujdes të madh. Se kur të ki stres, e ki vështirë me mëri. Po edhe bashkëpunimi cilin e falem më herët, po besoj që është një nga arsyet, kështu që të bën edhe mos me pas stres. Ashtu. Bash ashtu. Pjata jote është në, do me thonë, u përfundu? Në përfundim, po. Andi? Ordinarja. Po ti qyfshe menaxhon stresin në kuzhinë? Ja. Të punu.
Punu. Se Andi nuk len hiq me ndimu kështu. Po do në me qiti? Po. Okej. Që, unë për qastë kalëzaj ty shumë. Hajde, okej. Po ta prishi pjatën në fond, Andi. Që të kemi apo kështu toja. Mi hapë. Hajde, okej. A bëna Mirë shumë? është? Po. Edhe s'ja pak shek për mi. S'ja të shekën se i ki dorëzat. Sa qesh me pëdokën. Më doke që tash është rada jeme me shku edhe të këndi i Premium Bakery, edhe me ju prit atje. Bashk edhe me të ftuarin sot që do e kemi në këtë epizod të Pasion e Profesion. E tash është koha të shkojmë tek këndi i Premium Bakery, ku po na pret një mysafir shumë i veçantë. Është Patrik Avgustini, vëllau i Florianit. Përshëndetje Patrik, mirë se erdhe. Mirë se u Është gjeta. kënaqësi e madhe me të pasur në studio. Faleminderit shumë edhe kënaqësi për mua. Po besoj që është një ndjenjë ndryshe tashmë që e ke edhe vllaun përballë, apo jo? Po. Është edhe për ne një ndjenjë fantastike, edhe e veçantë ju kemi kështu juve përballë, por edhe ty ta provosh ushqimin e Florianit në një emision, sepse tashmë veç e keni provuar normalisht, çdo ditë. Pra, i presim bashkë edhe Florianin me Andin, na sjellin pjatat edhe t'i provojmë. Faleminderit shumë. Një pjata kështu shumë të bukura. Patrik, Një shikim të madh. cilën po e provon? Po duken shumë të mira. Atë vllaut atë Andit. Ondit. Okej. Shumë e mirë të lumë shëndu. Faleminderit. Po e provoj edhe unë. Pjatën e Andit. Lumë shëndu shumë e mirë. Cila është ma e mirë? Jo. Po bëj shaka, nuk po të shtim ty me bu si përgjedhje. Po ndoshta me na tregu pak Andi edhe Floriani gjatë kohës sa jemi duke i provuar edhe pjatat, se qysh kanë arrit deri tek kjo pjatë. Recetën kështu në tërësi, ndoshta shikuesit dëshirojnë me e përgatitur në shtëpi dhe mi u tregu. Patjetër. Do me thonë, do të më qenë gjithmonë i përgatitur. Do të jetë përbërës 4 kush vesë, 120 gram parmazan, 100 gram pecorino, po është djath, do me thonë si lloj parmazanit, dhe prosciutto. Një pjatë shumë e shishme, Florian. Prosciutto do piqet një herë, do bëhet crispy, atër do largohet, po langi i prosciuttos që ka met, do futet me përbërës të vest. Atër do bëhet kremozja Po, e saj. Dhe kjo ishte e gjitha. faleminderit shumë. Andi? Ndërsa për risotën kena zi prej fillimit. Në kushte normale i don deri në 15 dhe 20 minuta, me ujë të vluar, kuptohet. Kjo ka pasur në përbërë radicio, shetë kuqe edhe djathë bërje. Në fund pak buter dhe parmezan për më lidhë pasta dhe për rezultati. Faleminderit shumë. Patrik, pa e ki ndonjë fjalë për vllaun, kështu para kamerave? është kuzhinier shumë i mirë, kena punu bashkë, punojmë bashkë, atje në Çeki, me turistat ndryshëm, është shumë komunikativ në punë, i mirë,
Çka me thonë për vëlla mo. Fjalë më të mira. Patrik, faleminderit shumë që ishe pjesë e emisionit Pasion e Profesion, gjithashtu dhe Florianin dhe Aldin, i falenderojmë shumë që janë çdo javë pjesë e emisionit. E shikues të dashur, tani është koha që të shikojmë recetën e artës. E ndjekim bashkë këtë pjesë të artës, një ëmbëlsirë të cilën do e bëj ajo dhe rikthehemi përsëri në studio. Përshëndetje, po shkojmë edhe me një edicion tjetër të Pasion dhe Profesion me mua artën për të përgatitur së bashku një ëmbëlsirë tropikale, interesante dhe mjaft e shijshme. Përbërësit janë për pandispanjen, sheqeri, mielli, vezët dhe frutat tropikale, do të thotë mango, kiwi dhe banan. Fillimisht i vejmë vezët edhe sheqerin në mikser për të tundur. Kemi 5 vezë me 100 gram sheqer dhe 100 gram miell. Kjo është një pandispanjë e thjeshtë dhe e butë. Pandispanjen e fusim në furrë në 200 gradë për 10 minuta. Me që pandispanjen e kemi të gatshme, neve ja bëjmë një role të fundit që t'i japim formën pak a shumë dhe në ndërkohë marrim një krem të Podravkës, gjithmonë shumë cilësore dhe efikase për pasqyrimin tonë. Ka një aromë të mirë dhe lidhet shumë mirë edhe me frutat. Me thonë që është cilësore, pak, tash. Krema është rrahur dhe është mjaft cilësore. Ka një teksturë të mirë dhe gjithashtu aroma shumë e këndshme. Pandispanjen e lyejmë.
ndoqëm së bashku edhe recetën e artës, e kjo është pra edhe fundi i emisionit Pasion e Profesioni, këtij emisioni. E ne shihemi përsëri javën e ardhshme në po të njëjtën kohë në Klan Kosova. Gjithashtu për fund dua të falenderoj shumë Podravkën, e cila çdo herë mundson realizimin e këtij emisioni. Ne shihemi javën e ardhshme në ora 18 në Klan Kosova. Mirupafshim. Ky emision mundësohet nga Podravka.